Do të luhen të shtunën e 14 marsit të gjitha ndeshjet e javës së 26 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Matjana do të presin në shtëpi ekipin e Kukësit, i cili renditet nga fundi i tabelës klasifikuese të kategorisë së parë. Por për kapitenin e ekipit matjan Donald Mëllugja, kjo nuk e bën ekipin kukësian të lehtë. Përkundrazi, sipas tij, Kukësi ka bërë blerje të reja në merkaton e janarit, duke forcuar skuadrën, e cila tashmë ka si objektiv të vetëm shpëtimin nga rënja në një kategori më poshtë. Megjithatë, Mëllugja shton se ekipi i Burrelit është i motivuar dhe i përgatitur për të marrë 3 pikë të plota pas rezultateve jo të duhura të marra në ndeshjet e fundit, ku ka patur vetëm barazime dhe humbje. Me Kukësin, thot Mëllugja, është koha për të rikthyer tek fitoria dhe kjo do të ndodhë në ndeshjen e nesërme. Kukësi, me të drejtën, pas janarit ka bërë shumë mirë, por ne nesër do japim maksimumin tonë dhe plus duhet ftoj gjithë tifozët që të na mbështesin, sepse nesër është një ndeshje shumë e vështirë. Por të munojmë që gjithë shunat të kretë bashk, të japim më të mirën dhe të kthehemi tek fitoria, sepse na po na mungojnë rezultatet. Takimet që do të luhen të shtunën e 14 marsit në orën 15:00 janë Burreli Kukësi, Iliria Kastrioti, Besa Pogradeci, Korabi Laçi, Apolonia Skënderbeu dhe Lushnja Luftëtari.